afër që ka thënë. Okej. Dhe nuk ka informacion. Tashmë jemi në veprim për të identifikuar dhe saktësuar se ku janë dy barinj, cilët shërbejnë për ruajtjen e disa baktive të lira në zonën e kularit, në derdhje të lumit. Kanë pas kontakt deri pak qaste me familjarët e tyre dhe për shkak të mbarimit të baterive apo dhe problemave të tjera me telefonin nuk kanë mundësi kontakti. Gjithsesi, po presim që të instalojmë një pajisje, një dron, i cili do mund të saktësoj vendodhjen e tyre dhe komunikimet e tjera. Janë kryer më herët këto veprime në aksione të tilla shpëtimi? Por kur ka dalë e nevojshme dhe janë kryer, por tashmë jemi pak më të avancuar sepse disponojmë edhe drone termik, por apo drone për të distanca më të konsiderueshme se dronet e mbarshme. Nëse nuk do të ketë asnjë gjurmë këtyre? Do të vendosim në funksion të gjitha kapacitetet, nëse do të jetë nevojshme, edhe helikopter apo dhe mjete të tjera për të siguruar jetën në dy barinjve. Prej sa kohësh nuk ka informacion për dy personat, për dy barinjt? Ke një informacion? Prej disa orësh, mund të jetë dhe 2 orë.